Vendit tonë prej gjykatës komunale në Ferizaj e deri tek gjykata kushtetuese kanë vendosur që të kompenzojnë rrogat e punonjësve të fabrikës së gypave në Ferizaj. Pra, po flasim për një vendim për cilin janë shtjerur të gjitha mjetet e mundshme juridike për ta kundërshtuar. Parlamenti i Kosovës ka votuar 3 herë për ekzekutimin e vendimit të gjykatës. Me 21 shkurt vitit 2013 me propozimin e zotit Beqiri, me 23 janar vitit 2014 me propozimin e zotit Rëshica dhe me 19 mars të vitit 2014 me propozimin e ish kryeministrit të Kosovës. Është konfirmuar gjithashtu publikisht se këto mjete do të paguhen nga fondi rezervë dhe një kërkesë e tillë është bërë edhe zyrtarisht. Unë nuk dua të shtyhem me asken se kush më bën më shumë e kush më pak përgjegjësi, a ata që kanë organizu dreka, apo ata që kanë lujt me daulle vallën e fitores në qendër të Ferizajt, por fakt është që as Partia Demokratike e Kosovës, as Lidhja Demokratike e Kosovës nuk e kanë plotësuar këtë kërkesë të cilën e shtron gjyqësori. Gjitha këto nuk janë të reja. E reja në gjithë këtë histori është gjyqi që kryeministri i Kosovës o ka bo punëtorët fabrikës së gypave, duke komunikuar këto në këtë sallë, në këtë foltore, që vendimin e gjykatës kushtetuese nuk do ta ekzekuton. Sipas ka drejt një kryeministër të kundërvihet kuvendit që 3 herë ka votu për ekzekutimin e këtij vendimi. Sipas ka të drejt një kryeministër të mos ekzekutoj vendimin e gjykatës kushtetuese. Sipas ka të drejt një kryeministër të vendos vetë se cilat vendime gjyqësore do t'i ekzekutoj dhe cilat jo. Kjo është skandal, zonja dhe zotëri, ky është shembulli më tipik i kapjes së shtetit nga ana e politikës. Unë e ftoj zotin Beqiri, zotin Rëshica dhe ish kryeministrin e Kosovës të deklarohen publikisht se qëndrojnë prapa mbështetjes që kanë bërë punëtorët fabrikës së gypave vitin e kaluar dhe të angazhohen që qysh në muajin prill vendimi i gjykatës kushtetuese të zbatohet. Zoti Mustafa, ju ftoj të hiqni dorë nga roli i prokurorit dhe gjyqtarit. Kërkoni falje publike për ngatresën që keni krijuar dhe jepni një shembull të mirë të respektimit të ligjit, një shembull të mirë të ndarjes së pushteteve.